letra e dytë e apostollit Paul drejtuar Timoteut, kapitulli 2, vëllezër. Ta shohim me vëmendje, vëllezër, aleluja, se çfarë duhet na japë Zoti sot. Ti pra, biri im, forcohu në irin që është në Jezus Krishtin, dhe ato që dëgjove nga unë përpara shumë dëshmitarve, jepu au njerëzve besnike, që do t'i jenë të aftë të mësojnë edhe të tjerë. Ti pra duro pjesën tënde të vuajtjeve, si një ushtar i mirë i Jezu Krishtit. Sepse asnjë nga ata që shkojnë ushtar, nuk ngatërohet me punërat e jetës, që t'i pëlqej atij që e mori ushtar. Po ashtu, nëse dikush merr pjesë në gara, nuk kurorëzohet po të mos ketë luftuar sipas rregullave. Bujku që mundohet duhet të marrë i pari pjesën e fryteve. Mendo për ato që të them, sepse Zoti do të t'i japë mend për të gjitha. Kujto që Jezus Krishti nga fisi i Davidit u ngjall së vdekurit sipas ungjillit tim, për të cilin unë po vuaj deri dhe në pranga, por si keqvetës. Por fjala e Perëndisë nuk lidhet me pranga. Prandaj unë i duroj të gjitha për shkak të të zgjedhurve, që ata të kenë shpëtimin që është në Krishtin Jezus, bashkë me lavdi të përjetshme. Kjo fjalë është e vërtetë, sepse nëse ne vdiqëm me të edhe do të rojmë. Në qoftë se vuajmë, do të mbretërojmë bashkë me të. Po ta mohojmë, edhe ai do të na mohojë. Nëse jemi të pabesë, ai mbetet besnik, sepse ai nuk mund ta mohojë vetvete. Amin. Letër motra dhe vëllezër, aleluja, drejtuar Timoteut. Një njeri i rritur me mësimet e Zotit, motra dhe vëllezër, në një familje ku besonin në Zot, e falenderojmë Perëndinën, i rritur, motra dhe vëllezër, me rregulla të kishës, e falenderojmë Perëndinën, dhe apostulli Paul i drejton një letër personale. Dhe çdo njeri nga ne, motra dhe vëllezër, aleluja, fjalën e Perëndisë do ta marr personalisht. Fjala e Perëndisë na flet ne të gjithëve personalisht, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk është fjala e Perëndisë që të flitet, motra dhe vëllezër, aleluja, për asnjërin, por për të gjithë. Është, motra dhe vëllezër, aleluja, për çdo njeri nga ne. Fjala e Perëndisë. Është kaq personale fjala e Perëndisë, vëllezër, aleluja. Ashtu siç shpëtimi ynë është personal, edhe fjala vjen për mua në zemrën time, sepse ka diçka që do të më japë Zoti nëpërmjet fjalës së Perëndisë. Shikoni me vëmendje se çfarë porosi i jep apostulli Paul të zgjedhurit, motra dhe vëllezër, aleluja, Timoteut. Ti pra biri im, forcohu në irin që është në Jezus Krishtin. Forcohu në irin që është në Jezus Krishtin. Do më thënë, Zoti në ka hapur një derë, motra dhe vëllezër. E ka hapur Zoti. Nuk mund të hapnim do të ne. Zoti ka hapur një rrugë, motra dhe vëllezër, për çdo njerin nga ne. Nuk mundet ne të hapnim rrugën, vëllezër, e falenderojmë Perëndin. Dera është e hapur, rruga është e hapur nëpërmjet Jezus Krishtit. Ky është hiri që ne kemi marrë nga Zoti. Gjithçka, motra dhe vëllezër, aleluja, për shpëtimin ton e ka bërë Jezus Krishti. Ti forcohu, thot Zoti, me këtë hir. Nuk e meritonim, motra dhe vëllezër, por dashuria e Perëndisë na i dha këtë hir, sepse dashuria e Perëndisë është kaq e madhe, motra dhe vëllezër, aleluja, sa nuk mund të matet dashuria e Perëndisë. Sa është dashuria e Perëndisë? Nuk mundet, motra dhe vëllezër, aleluja, e falenderojmë Zotin. Prandaj thot,
forcohu në hirin e Perëndisë, sepse Zoti ka hapur gjithçka, motra dhe vëllezër, aleluja, që ne nuk e meritojmë. Na ka dhënë gjithçka që ne nuk e meritojmë, motra dhe vëllezër. Vetëm se dashuria e Perëndisë bën, motra dhe vëllezër, që ne të ecim në këtë rrugë, të hymë në këtë derë, motra dhe vëllezër, dhe të trashëgojmë jetën e përjetshme. E falenderojmë Perëndin. Kemi gjetur hir përpara Perëndisë. Jo si njerëzit më të mirë, motra dhe vëllezër. E falenderojmë Perëndin. Njerëz të mirë ka kudo, motra dhe vëllezër, aleluja. Por ti, thot Zoti, ke gjetur hir në sytë e Perëndisë. Imagjinoni, motra dhe vëllezër, fjala e Perëndisë na flet për Maria. Maria i thot, ke gjetur hir në sytë e Zotit. A nuk kishte të tjera të virgjëra, thot, në Izrael, motra dhe vëllezër, që gjeti Maria? Ky është hir, motra dhe vëllezër, aleluja. I pëlqeu Zotit jeta jote, zemra jote, shpëtimi, të gjitha, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe vjen dhe troket në ty, ashtu si angjëlli trokiti, motra dhe vëllezër, në Maria dhe tha, ke gjetur hir, bia ime, biri im, ke gjetur hir në sytë e Perëndisë. Prandaj sot je këtu. Zoti ka hapur një rrugë për ty. Nuk ka gjë më të mrekullueshme, vëllezër, aleluja, se sa të kesh gjetur hir përpara Perëndisë, që ti të jesh në familjen e Jezus Krishtit. Shumë do dëshironin, motra dhe vëllezër, dhe ju jeni dëshmitar, që shumë e kanë provuar vetë një gjë të tillë, motra dhe vëllezër, dhe nuk janë. Dhe nuk qëndrojnë, motra dhe vëllezër, aleluja. Hir nga Perëndia është dhe qëndrueshmëria, motra dhe vëllezër, aleluja. Ke gjetur hir përpara syve të Zotit, që ti ke këtë forcë që qëndron, motra dhe vëllezër. E falenderojmë Perëndisë dhe thot, birim, forcohu në këtë hir të Perëndisë, dhe ato që dëgjove nga unë përpara shumë dëshmitarve, jepua njerëzve besnikë. Ato që ti mëson, motra dhe vëllezër, aleluja, nga fjala e Perëndisë, fjala e Perëndisë, motra dhe vëllezër, ne e dim shumë mirë që është e frymëzuar nga fryma e Perëndisë, dhe ato që ke mësuar nga mua, thot apostulli Paul, ju a jep njerëzve besnikë. Janë margaritarë, motra dhe vëllezër, aleluja, fjala e Perëndisë për ata njerëz që janë besnik në Zot, motra dhe vëllezër. Shumë njerëz e dëgjojnë fjalën e Perëndisë dhe Zoti na thot, shumë njerëz presin Zot, Zot, por jo të gjithë do të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë. Cilët do të hyjnë, motra dhe vëllezër, dhe këtu thot, jepu au fjalën, motra dhe vëllezër, atyre njerëzve që janë besnikë. Besnikëria, motra dhe vëllezër, aleluja, i pëlqen Zotit. Ata që e dëgjojnë fjalën dhe e ruajnë fjalën, motra dhe vëllezër. Ta ruash fjalën e Perëndisë, vëllezër, aleluja, është më i çmuar në sytë e Perëndisë ai njeri që ruan fjalën e Perëndisë. Mos harroni porosit që ju jep angjëllit, motra dhe vëllezër, të kishave, të gjithëve, motra dhe vëllezër. Sepse e ruajte fjalën time, thot Zoti, unë kam hapur portën e qiellit për ty. Sa e rëndësishme është fjalën t'ju a japësh njerëzve besnikë që ta ruajnë fjalën. Pse atyre ju është hapur porta e qiellit, vëllezër, aleluja. Të gjithë të tjerëve ju thotë, i këshillon, motra dhe vëllezër, aleluja, je as i ftohtë dhe as i ngrohtë. Atë Elisabetën e lejon, motra dhe vëllezër, të profetizoj, e shumë këshilla të tjera ju jep kishave. Kishës të Filadelfisi thotë, sepse e rojte fjalën time, unë kam hapur portën e qiellit për ty. Shikoni sa e rëndësishme është të jesh besnik në fjalën e Perëndisë. Por mos harroni një gjë, vëllezër, ta ruash fjalën e Perëndisë, të jesh besnik në fjalën e Perëndisë, është kjo rruga e ngushtë, motra dhe vëllezër, aleluja, që për shkak të emrit tim, të fjalës të Perëndisë, do të fyesh, do të shahesh, do të përndiqesh. Dhe e thot apostulli Paul, motra dhe vëllezër, aleluja, për shkak të kësaj thot, unë jam i lidhur në pranga. Por ku është gëzimi, motra dhe vëllezër, aleluja? Do ta shohim në fjalën e Perëndisë se çfarë na thot Zoti.
Ti pra duro pjesën tënde të vuajtjeve. Unë i krishterë, motra dhe vlezër, aleluja, do vuaj. Dhe Zoti thot Timoteo, ti thot duro pjesën tënde të vuajtjeve. Çdo i krishterë, motra dhe vlezër, aleluja, do të kaloj nëpërmjet kësaj rruge. Nuk ka rrugë tjetër, motra dhe vlezër, aleluja, ajo ishte rruga që hapi Jezus Krishti. Dhe ne të gjithë e dimë rrugën që hapi Jezus Krishti dhe se si shkoi deri në kryq, motra dhe vlezër, aleluja. Ajo ishte rruga. Bëri gjithçka, motra dhe vlezër, aleluja, për të vetët, për njerëzit që e ndiqnin dhe të vetët e mohuan, motra dhe vlezër. Nuk e njohin, motra dhe vlezër, e shanën, e fyen gjatë kësaj rruge, me kryq, motra dhe vlezër, aleluja, e poshtëruan njerëzit, dhe Zoti thoshte, faljo atë, sepse nuk din çfarë. Kjo është dashuria e Perëndis. Kjo është ta ruash fjalën e Perëndisë dhe të ecësh nëpërmjet kësaj rruge. Atë që bën me mua, tha Jezus Krishti, do ta bëjnë edhe me ju. Kjo është rruga, motra dhe vlezër, aleluja. Mos u shqetësoni për gjërat që na ndodhin shpeshherë, motra dhe vlezër, aleluja. Edhe me njëri tjetrin provohemi, edhe në punë ku jemi do provohemi, motra dhe vlezër, dhe kudo që jemi. Provohemi për çfarë, motra dhe vlezër, e falenderojmë Perëndin. Pikërisht për veten tonë provohemi. Se si ecim ne, se si jemi ne, se sa të duruar jemi ne, motra dhe vlezër. Për kë jetojmë ne, motra dhe vlezër. Do të provohemi në të gjitha gjërat. Ti pra duro pjesën tënde të vuajtjeve dhe krahasimi, motra, si një ushtar i mirë i Jezus Krishtit. Si një ushtar i mirë i Jezus Krishtit. Dhe thot më poshtë, sepse asnjë nga ata që shkojnë ushtar nuk ngatërohet me punët e jetës. Shikoni, që ti pëlqejë atij që e mori ushtar. Të gjithë e dimë, motra dhe vlezër, aleluja, falenderojmë Perëndinë, kur dikush thirret ushtar, nuk ka më lidhje, motra dhe vlezër, me jetën e tij të mëparshme. Ati ka një program tjetër, motra dhe vlezër, aleluja, kur thirret ushtar dikush, nuk mund të bëjë çfarë i pëlqen atij, por është në programin, motra dhe vlezër, aleluja, të ushtrisë, se kur do ngrihet nga gjumi, se kur do ai bukë, motra, se çfarë do mësojë, motra dhe, se çfarë do stërvitet, cila është e domosdoshme për ta, se kur do flerë, motra dhe vlezër, çdo gjë është në program. Nuk ka në mendje, motra dhe vlezër, ato gjëra që bënte më përpara për jashtë. Jo, është thirrur dhe do të respektojë këto rregulla. Dhe nëse nuk i respekton këto rregulla, motra dhe vlezër, ndëshkohet. Nuk mundet, motra dhe vlezër, aleluja, ti pëlqej atij që e thirri. Shikoni, çdo të thotë të na thërresë Zoti, motra dhe vlezër, të gjithëve. Dhe Zoti na ka bërë një thirrje hyjnore për një jetë të përjetshme, vlezër, aleluja. Çfarë na mëson? Do të ecim me rregulla në jetën tonë të krishterë. Nuk do të ecim me rregullat që ecnim më përpara. Mbarojnë ato rregulla. Bëhet një krijesë e re tani, motra dhe vlezër, aleluja. Kur njeriu pranon Krishtin, do t'i shërbejë Krishtit tani. Nuk i shërbejnë me as vetes, sepse veten tonë, motra dhe vlezër, aleluja, e fitoi Jezus Krishti, na fitoi Jezus Krishti me gjatë në kryq, motra dhe vlezër. Dëshiron, tha Zoti, të më ndjekësh, dil nga rjeshti, dhe rjeshti ku na shpinte, motra dhe vlezër, aleluja. Në zjarë. Në zjarë, motra dhe vlezër, dhe Zoti thotë, bijajme, birim, dil nga rjeshti. Për ty kam paguar me gjatë, thotë, që ti t'i jetosh, jo të shkosh ati ku shkojnë të gjithë, motra dhe vlezër. E falenderojmë. Dëshiron të jesh i lirë. Dhe na shliroi, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk e njohim njerëzit rrugën, ashtu si nuk e njihnim edhe ne ku na çonte kjo rrugë, motra dhe vlezër, aleluja. Por Zoti na nxori dhe na vuri në një rrugë tjetër. Na bëri krijesa të reja, na bëri të lirë, motra dhe vlezër, aleluja, me rregulla të tjera, jo me rregulla të prangave që ecnin më përpara. Dëshironim të linim gjërat dhe nuk i linim dot. Pse? Sepse ishim të lidhur, motra dhe vlezër, aleluja, në pranga.
nga dëshirat tona mishore. Dhe Zoti këto pranga çliroi motra dhe vëllezër dhe tha, tani je i lirë bia ime, je i lirë biri im, aleluja, të jetosh. E falenderojmë Perëndin. Dhe këtu këtë kërkon të na mësojë Zoti vëllezër. Po ashtu, edhe nëse dikush merr pjesë në gara, nuk kurorëzohet po të mos ketë luftuar sipas rregullave. Edhe një njeri që merr pjesë do të motra dhe vëllezër në gara, ai nuk mund të bëjë një jetë normale si gjithë të tjerë. Ai do të ngrihet, do të ketë dietë, nuk do ai siç jahet motra dhe vëllezër, aleluja, por do kontrollohet ushqimi i tij. Ai do të stërvitet motra dhe vëllezër, nëse të tjerët dalin shëtitje, nëse të tjerët shkojnë në për kafene motra dhe vëllezër, aleluja, kjo është ajo që servir bota vëllezër, aleluja. Ky njeri nuk është i këtyre, ai do të stërvitet, ai ka një program, ai ka gjumin me orar, ai ka gjithçka motra dhe vëllezër. Për çfarë? Gjithë kjo përkushtim i tij, për çfarë? Që kur të kurorëzohet motra dhe vëllezër të marrë një medalje, kur të dalë në garë motra dhe vëllezër të jetë i aftë për të marrë këtë medalje. Po sa më shumë i krishterin që Zoti motra dhe vëllezër e hapi këtë rrugë, e falenderojmë Perëndinën për një jetë të përjetshme, duhet të mësohet me rregulla që ka krishtërimi, me rregulla që është fjala e Perëndisë vëllezër, e falenderojmë Perëndinën. Po ashtu thot motra dhe vëllezër, aleluja, bujku që mundohet duhet të marrë i pari pjesën e fryteve. Ai që mundohet motra dhe vëllezër, aleluja, që të ecë në këtë rrugë, i pari thot do të marrë fryt motra dhe vëllezër, aleluja. Do të shijojë gjërat që ai u mundua. Pa mund motra dhe vëllezër, aleluja, nuk mund të marrësh frytin e asaj që ke mbjellë. Do ta mbjellësh një bimë vërtet motra dhe vëllezër, por gjë të marrësh fryt, shumë vetë e dinë këtu motra dhe vëllezër, aleluja, se sa mund do që të arrish të marrësh frytin e asaj që ke mbjellë. Do të prashitet, do të heqësh barrat e këqija, do ple motra dhe vëllezër, do vaditur, aleluja, dal nga dal, derisa të arrijë të vetë dhe ti ta marrësh dhe ta shijosh. Dhe këtu të njëjtin gjë po na thot Zoti vëllezër, bujku që mundohet duhet të marrë i pari pjesën e fryteve. Mendo për ato që të them, sepse Zoti do të t'i japë mend për të gjitha. Mendo këto që po të them, thot Zoti motra dhe vëllezër, në fjalën e Perëndisë. Ki kujdes që ta ruash fjalën e Perëndisë, sepse Zoti është ai që në çdo në çdo rast motra dhe vëllezër do të mësojë. Nuk mund të mësojmë dot nga njerëzit, vëllezër, aleluja. Nuk mundet një verbër thot motra dhe vëllezër, aleluja, ta çojë një të verbër motra dhe vëllezër në një rrugë paralel që të dytë. Kështu që Zoti është ai motra dhe vëllezër, aleluja, që për çdo gjë, nëse kemi një marrëdhënie të tillë me Zotin dhe për çdo gjë e pyesim atë motra dhe vëllezër, ai do të na mësojë për të gjitha gjërat. Ju do të jeni të mësuar nga Perëndia, vëllezër, aleluja. Kujto që Jezus Krishti nga fisi i Davidit u ngjall së vdekuri sipas ungjillit tim. Kujto që Jezus Krishti motra dhe vëllezër, aleluja, u ngjall së vdekuri. Këtë do ta kesh gjithmonë në mendjen tënde. Që Jezus Krishti është i gjallë në çdo moment motra dhe vëllezër. Kujtoj këtë, mos e harro që Jezus Krishti është gjithmonë pranë teje. Sa herë fryma e shenjtë motra dhe vëllezër, aleluja, na flet dhe thot, bia ime, unë jam pranë teje. Po Zot, unë jam në këtë gjendje, flasim me Zotin motra dhe vëllezër, i kërkojmë Zotit shumë gjëra dhe Zoti na mëson dhe thot, bia ime. E dini, me rëndësishme kush është të thot, kërkon në radhë të parë mbretërinë e Perëndisë. Nëse mbretëria e Perëndisë është në ne motra dhe vëllezër, aleluja, të gjitha gjërat e tjera do t'ju jepin shtesë, thot Zoti. Di Zoti motra dhe vëllezër për cilat ne kemi nevojë. Kur motra dhe vëllezër? Kur ne jemi të mbushur plot në frymë. Kur fryma e Perëndisë është në ne motra dhe vëllezër, njeriu nuk është me ai mishori, por është një njeri, një krijesë e re motra dhe vëllezër. I mbushur plot në frymë, i mbushur plot në dashuri,
plot në durim, plot në mirësi, plot në besim, motra dhe vëllezër, është i gëzuar për çdo gjë. Ky është njeriu frymëror që kërkon Zoti nga ne, motra dhe vëllezër, aleluja. Ne falenderojmë Perëndin. Ti jetë plot, motra dhe vëllezër, aleluja. Ai ka gjithçka. Ai jeton në parajse. Çfarë do t'i kërkojmë Zotit, motra dhe vëllezër, kur ne jemi të mbushur plot në frymë? Ti nuk të mungon asgjë. E falenderojmë Perëndin. Gjithë të tjerat që ti ke nevojë, ato do të vinë shtesë të motra dhe vëllezër, na bie emri i Shenjtë. Mirë, por ne ngatrojmë, motra dhe vëllezër, shpesh kërkesat tona. Ne vëmë dhe i kërkojmë Zotit gjërat tona dhe nuk kërkojmë në radhë të parë mbretërinë e Perëndis. Zoti të bie me fuqi të madhe në jetën time personale, motra dhe vëllezër, aleluja, të veprojnë në mua dhe atëherë do të mund të shoh, atëherë do të mund të korrigjoj, atëherë do të mund të ndihmoj dikujt, motra dhe vëllezër, aleluja. Kur unë jam plot në frymë, atëherë unë mund të këshilloj, sepse si jam unë ai që do ta bëj një gjë të tillë. Po është fryma e Perëndisë që ja kalon çdo lloj zgjuarësie, motra dhe vëllezër, që do të t'i japë, dhe atë mësim që do t'i japësh, do t'i bëj mirë tjetrit dhe do ta ndërtojë, motra dhe vëllezër. Njeriu që pyet nuk ka nevojë t'i përgjigjet një njeri i zgjuar, motra dhe vëllezër. Ka nevojë t'i përgjigjet Zoti. Nëse je i mbushur plot në frymë, mundesh, motra dhe vëllezër. Prandaj Jakobi na thot bijtë e mi, mos u bëni shumë mësues. Do t'jepni llogari për ato çka flasim, motra dhe vëllezër. Sepse shpeshherë mendojmë me logjikën tonë duhet bërë kështu dhe duhet bërë kështu. Para se të përgjigjesh, motra ime, vllai, para se t'i japësh një përgjigje, kontrollo një veten tënde. Që ta ndihmosh tjetrin, thot Zoti, hiq më përpara trarin që ke në syrin tënd. Pastaj të mund ta ndihmosh vllain, ti heqesh në mishtren, motra dhe vëllezër. Sa e rëndësishme është ta kuptojmë një gjë të tillë, që të gjithë, motra dhe vëllezër, kemi probleme në këtë drejtim. E falenderojmë Perëndin. Kujto që Jezus Krishti vdiq nga fisi si Davidi, u ngjall prej së vdekuris sipas ungjillit tim, për të cilin unë po vuaj deri në pranga por si keqbërës. Për këtë arsye, që unë po predikoj ungjillin, që unë po predikoj Jezus Krishtin e ringjallur, motra dhe vëllezër, unë jam në pranga. Unë po vuaj, thot motra dhe vëllezër, aleluja. Po ku është gëzimi atëre, motra dhe vëllezër? Po shikoni, por fjala e Perëndisë nuk lidhet me pranga. Dhe tjetra, prandaj unë i duroj të gjitha për shkak të të zgjedhurve. Çdo të thotë kjo, motra dhe vëllezër, aleluja, fjala nuk lidhet me pranga dhe unë i duroj të gjitha për shkak të të zgjedhurve, sepse duke predikuar Krishtin e ringjallur, motra dhe vëllezër, aleluja, shpëtohen shumë veta. Për këtë arsye unë përndiqem, thotë, por të tjerët shpëtohen. Të tjerët pranojnë Jezus Krishtin, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe bekohet gjithë tufa. Me falenderojmë Perëndin. Kjo është fuqia e fjalës, motra dhe vëllezër, aleluja, që erdhi nga qielli dhe çfarë u bë, motra dhe vëllezër? U kryqëzua në kryq. Dhe unë, thot apostulli Paul, i lidhur në pranga, thot, për shkak të fjalës që po predikoj Jezus Krishtin të ringjallur, motra dhe vëllezër, aleluja, gëzimi im është sepse shumë shpëtohen, sepse shumë e pranojnë në Krishtin. Unë për këtë shkak vuaj, thot, por gëzimi im është shpëtohen njerëzit, motra dhe vëllezër. Ne falenderojmë. Për këtë jemi të thirrur, vëllezër, aleluja. Që ti shërbejmë këtij shpëtimi, motra dhe vëllezër, që Zoti na i ka dhënë. Ne falenderojmë Perëndin. Prandaj unë i duroj të gjitha për shkak të të zgjedhurve, që ata të kenë shpëtimin që është në Krishtin Jezus, bashkë me lavdi të përjetshme, motra dhe vëllezër. Shko çfarë marrin njerëzit që unë po vuaj për këtë shkak, për shkak të fjalëve që unë i jap. Mua më përmjekin, motra dhe vëllezër, ata që dëgjojnë marrin jetën e përjetshme. Kjo fjalë është e vërtetë. Sepse nëse vdiqëm me të edhe do të rojmë. Që do të thotë, motra dhe vëllezër, mos u trishto për shkak të fjalës, motra dhe vëllezër, që ti shpërndan. Sepse po vuan, sepse po të përndjekin, sepse po të fyen, sepse ti nuk ecën mirë, motra dhe vëllezër, si gjithë të tjerë.
Mos u trishto, thot, nga kjo gjë. Shikoni si thot, motra, aleluja. Kjo në fjallë është e vërtetë, thot. Sepse nëse vdiqëm me ta, që do të thotë, nuk po jetojmë, motra dhe vëllezër. Jemi të vdekur me Jezus Krishtin, nuk po jetojmë si gjithë të tjerët, është një jetë krejt ndryshe, është një popull i zgjedhur, një popull i veçantë, motra dhe vëllezër, aleluja. Me ta edhe do të rojmë. Do të rojmë në përjetësi, thot, motra dhe vëllezër, me ta. Kjo është arsyeja. Në qoftë se vuajmë, do të mbretërojmë. Në qoftë se vuajmë, vëllezër, aleluja, thotë, për fjallën e Perëndisë, vëllezër, aleluja, për fjallën e Perëndisë, ne do të mbretërojmë, thotë, motra dhe vëllezër. Do të na bëj Zoti mbretër, thotë, e falenderojmë Perëndinë. Bashkë me te, po ta mohojmë, edhe ai do të na mohojë. Edhe ai nuk do të na njohë, thotë, motra dhe vëllezër, nëse ne e mohojmë Jezus Krishtin. Nëse jemi të pabesë, ai mbetet besnik, motra dhe vëllezër, aleluja. Ai gjithmonë na pret. Ai gjithmonë është krahur, motra dhe vëllezër, sepse është besnik në fjalën që ai na ka dhënë. Nëse njeriu pendohet dhe kthehet në marrëdhënie me Perëndinën, Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, do ta përqafojë. Zoti nuk do ta ndëshkojë, motra dhe vëllezër, aleluja, por do ta pranojë. E falenderojmë Perëndinë. Qelsi i gjithçka është pendimi, vëllezër, aleluja. Mund të bjerë njeriu, ne bien, thot apostulli Paul, por ngrihemi përsëri. Nuk jemi të humbur, motra dhe vëllezër, aleluja. Fryma e Perëndisë na jep forcë, ngrihu bijajnë. Forcoj gjunjët, aleluja, unë jam me ty, thot Zoti. Mos u trishto për gjërat që nuk shkojnë sipas mendjes tonë. Zoti ka në plan çdo gjë, motra dhe vëllezër, aleluja. Nëse ne besojmë që çdo gjë është në kontrollin e Perëndisë, kjo na jep gëzim, vëllezër, aleluja. E falenderoj. Nuk na ka braktisur Zoti. Qëndroni besnik, thot Zoti, motra dhe vëllezër. Unë nuk kam për t'ju braktisur kurrë. Asnjëherë Zoti nuk ka për të më braktisur, sepse unë rashëm, motra dhe vëllezër. I ligu vjen dhe thot, shko si keren, ti nuk je për gjë. Edhe shumë gjëra të tjera vjen dhe fut. Shporu Satan. Do bojemi, thot, motra dhe vëllezër, aleluja. Unë jam bie Perëndisë. Edhe nëse bie, motra dhe vëllezër, është Zoti im ai që do të më ngrejë. Është fryma e Perëndisë që më ka dhënë Zoti, që më jep forcë, motra dhe vëllezër, që unë të ngrihem përsëri. Sot është ora ime, që unë do të rres Zotin. Dhe në çdo moment, motra dhe vëllezër, aleluja, sot është ora jonë. E falenderojmë Perëndinë. Ai është besnik, sepse ai nuk mund të mohojë vetë. Ai është besnik, thot, motra dhe vëllezër, aleluja, në gjithçka që na ka premtuar në fjalën e Perëndisë. Gjithçka, motra dhe vëllezër, që ne kemi marrë nga Perëndia, do të realizohet sepse ai është besnik. Lum ai njeri, thot, që do të qëndrojë deri në fund, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe ngre kokën lart dhe sheh qiellin. E falenderojmë Perëndinë. Edhe një gjë tjetër, motra dhe vëllezër, do të desha të them. Në kohët e fundit, thot, motra dhe vëllezër, aleluja, Zoti do të dërgojë, thot, motra dhe vëllezër, do të provojë gjithë botën, motra dhe vëllezër, por ju kur t'i shikoni këto gjëra që do të ndodhin, ngrini kokën lart, thot Zoti. Ju nuk do t'i provoni, thot, motra dhe vëllezër, kur t'i shikoni, thot. Nuk na thot ne, Zoti, vëllezër, do t'i provoni ju gjithë vështirësitë që do të kaloj bota. Mos e harroni këtë, motra dhe vëllezër, aleluja. Ju, thot, ngrini kokën lart, ardhja e Zotit tuaj është afër. Do të provohen njerëzit që nuk kanë besuar, motra dhe vëllezër, do kalojnë në vështirë. Por jo populli i zgjedhur i Perëndisë, vëllezër, aleluja. Ne na thot ju ngrini kokën lart, kur t'i shihni, jo kur t'i përjetoni, kur t'i shihni këto gjëra. Ardhja e Zotit është afër. E falenderoj Perëndinë. Zoti ta bëjë. Amin.